Prokuroria e Durrësit po verifikon projektin për rehabilitimin e argjinaturës së lumit Erzen në kuadër të hetimeve për përmbytjet e shkaktuara në fillim të muajit janar, të cilat prekën në rënd qytetin dhe fshatrat përreth. Me kaq shkurt, autoritetet kanë kërkuar nga Bashkia e Durrësit vënje në dispozicion të gjithë dokumentacionit lidhur me procedurat e prokurimit, zbatimit dhe marrjes në dorëzim të objektit të rehabilitimit të argjinaturës, ngritjes së bankinës dhe sistemit të argjinaturës së lumit Erzen, si dhe të gjitha lejeve të ndërtimit dhe dokumenteve tekniko-ligjore për këtë projekt. Ky hetim është pjesë e një procedure më të gjerë që përfshin edhe sekuestrimin e dokumenteve në institucionet e tjera të pushtetit dhe verifikimit lidhur me shkaqet e regjistrimit të pasojave nga përmbytjet. Çarja e argjinaturës ka prekur rënd banorët e Durrësit, veçanërisht fshatrat Katundiri, Suk dhe Flak, ku përveç tokave bujqësore, uji ka depërtuar edhe në banesa. Sipas të dhënave, rreth 1000 banesa janë dëmtuar, qindra banor u evakuan dhe mbi 300 biznese pësuan dëm me materiale. Përmbytjet shkaktuan edhe një viktim, 54 vjeçari Asterit Ysena, i punonjës si pastrimit të bashkisë në Durrës, i cili u gjeti vdekur në kanalin e zonës së ish repartit ushtarak nga pulumbarët pas përplasjes me rrjedhën e fortë të ujit. Hetimet e prokurorisë pritet të hedhin dritë mbi përgjegjësitë për mbytjen dhe të vlerësojnë nëse procedurat e projektit të rehabilitimit janë zbatuar siç duhet.